Si ka qenë bas Covidit situata këtu? Të ndikoi? Duhet të ketë qenë shumë e vështirë për industrinë e shërbimeve si periudhë apo jo? Personalisht ka qenë dramatike dhe unë me njëherë mendova, më them nuk di si ja dola. Por që e dija që do e dilja. Ti më thej që takova motra mbante financat e kompanisë, më tha i kemi shumë keq punët. Pa. Çfarë sigurie ju dheti atyre? Ju kam thënë vetëm një gjë shumë të thjeshtë, kam thënë shikoni, kemi bërë çfarë kemi bërë, por e kemi bërë ne me mundën e djersa nga zero. Duke qenë se e kemi bërë nga zero, prapë dhe përsëri do ta rinisim nga zero, kështu që mos keni asnjë frikë dhe rëndësi ka që të jemi gjithë mirë, të dalim nga kjo situatë dhe ja rinisim. Kurrë në kurrës mos investo rezervat dhe sidomos mos puno me lekët e tua. Sa përqindje nga fitimi duhet i kemi rezervë, depozit të paprekshme? 10%. Të paktën 10%. Leksioni 1. Leksion 2. Mos investo asnjëherë gjitha paratë që ke në xhep. Dhe nëse ke mundësi të tjera financiare për ta bërë siç është paratë që mundsojnë edhe bankat ose forma tjera të fondeve, absolutisht paratë tuaja mbaj në xhep dhe investo paratë që mund t'i marrësh nga tjerë. Tim the diçka tjetër shumë bukur që mund ta quajmë leksionin numër 3. Gjithmonë një rezervë paprekshme që familja mos preket se gjithçka ka ndryshuar për mua, më the në çdo 5 vjet, e vetmja që nuk lëviz asnjëherë dhe është solide, është familja ime. Familja. Unë Alketa çdo gjë nga A-ja deri te Z-ja në jetë dhe besoj edhe për te jetës e kam bërë dhe do vazhdoj ta bëj vetëm për vlerën unike që t'jep familja. Për shembull, unë kam një teori që them shtëpia e fëmijëve nuk mund të jetë kur kolateral për asnjë kredi për bankat, është shtëpia e tyre, është siguria e parë, shkollimi i tyre. Është një account, është një llogari bankare që s'duhet preket kurrë, çado do nevojë është këtë biznesi. A nuk është ky një leksion numër 3 shumë i rëndësishëm për ata që janë në biznes? Është absolutisht i rëndësishëm, shtëpia dhe prona, sidomos e pa lëvizshme nuk futet kurrë në kolateral. Është idiotësi totale, mos e bëj. Mos e bëj. Mos e bëj atë aktivitet nëse të kërkon kolateral, që do thotë do rrezikosh të humbësh çdo gjë dhe kolaterali i shtëpisë të fëmijëve është me çmim jashtëzakonisht shumë të madh, edhe moral, edhe absolutisht edhe ekonomik, por më shumë moral. Emocional sidomos. Emocional absolutisht po.